Tha, unë i bëj 1500 km me një të mushme me dizel, e ti tha 4 herë do është më nalë. Qa me tanë, zotit rujt. E qona në mëngjes, me shku në pun, edhe lexoj përmi 10 komentaret njëjtën. Unë i bëj 2000 km, unë i bëj 3000 km, pse unë e kom thanë që pi Austrisë deri në Kosovë 2 orë i hup për mbushje. Nuk e di njerëz, aksidentet non stop po lexohen në përlajme. Jo i zuni gjumi, jo lodhësia, runu, sidomos shtashtu këthy se njerëz edhe i hupi nervat, i kanë hu parët, edhe nervat, edhe tu këthy nervoz në shpe, e të mërzitshëm, edhe të lodhët, edhe ndodhin qëto sene. Edhe ligjërisht e keni çdo 200-300 km, nuk e di bashkësakt sa është mundal me ba pauzë. Edhe kërë i juve, nëse e keni pitrive, edhe dizel, edhe benzin, ju thot, nalno, pine një kafe. Po, shqiptari nuk merr vesh, jo, shqiptari do me mri pari, nuk do mu nalë kërkon, hiq me pushu, edhe kërri vet hargjit mas pakti edhe ma i shpeti. Pse me mri krejt në mënyrë ilegale, me mri të vozit përmi 130, se qa që është e lejume, edhe me mri pa u nalë kërkon me pushu, veç një herë, dhe me këdhe ato ju mnalë une me mush, jo me pushu, se s'ka nevoja e me pushu. Ajo si kali 24 orë vozit pa ndërprej. E din në krejt botën folet se sa komod me një kërë mërin dikun. Sa komod, sa i pushushëm nuk të ka lodhë. Vetëm të na, është e kundër ta, sa shpejt, edhe sa je lodhë, edhe sa ke prit në kufi, edhe sa je dërmu. Veç të naja. Edhe sa shpejt ke vozit, edhe ajo kryesore, me vozit shpejt. E që ajo vllazni, bile kire elektrik ju detyron. Edhe me pas kryt e fort, thot nalu se dosh me mush që të pa kerën, edhe kry nevojat personale tua, edhe pusho pak. Pile qëto e ka të mirë, edhe ndoshta pështon jetë. Kështu që Zoti rujt e shimi.